Ndonë se mbrëm mungoj në mbledhjen e kuvendit të partisë të thirrur nga Arben Fetai, në të cilën u diskutua dhe miratua vendimi për shkrirjen e organeve të ASH-s për t'i hapur rrugë bashkimit të Vlenit në një parti. Azir Aliu sot deklaroi se është për bashkim dhe krijim të Vlenit në periudhë sa më të shkurtë kohore. I pyetur nga televizioni Shenja, Aliu sot nuk precizoi nëse i ka ndarë rrugët me Arben Fetain, por e rikonfirmoi edhe një herë se Ilir Demiri do t'i bashkangjitet grupit parlamentar të deputetëve të koalicionit Vlen. Ai theksoi se bashkimin e Vlenit e kërkojnë qytetarët. Të gjithë proceset politike në shtet janë në linjë me atë që i kërkojnë qytetarët. Qytetarët kërkojnë që të jemi sa më të bashkuar, të kemi një qëllim, që të kemi një të ardhme më të mirë për vendin. Në këtë këndvështrim edhe ne si Vlen punojmë që një ditë më herët të jetë një strukturë e organizuar mirë dhe mos kemi, le të themi, ndryshime administrative në arritjen e qëllimeve tonë. Veç deputetit Ilir Demiri në këtë rrugtim, bashkë me Aliun është edhe deputetja tjetër e ASH-s, Mimoza Musa, e cila grupacionit të Fetajt ju bashkangjit pas përçarjes së ASH-s së Arben Taravarit. Arsyeja për ndarjen e rrugëve mes Aliut dhe Fetahut, jo zyrtarisht, thuhet të jetë mosmarrëveshja për modelin e funksionimit të Vlen, po edhe për emrimin e drejtorit të Agjencisë për Komunikime Elektronike, për të cilin nuk kanë arritur marrëveshje të përbashkët.